Ashtu në të mënirë që e ka adhuru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj, dikush e feston apo e ka festuar, e pastaj i takon të tjerët dhe thot, ti ja e festove natën e Israzit Mirajit, ti thu valla, diçka ne nuk dim, se s'ka vepru kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ai fillon me të konsideru ti që ja ti se don pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ti nuk i kushton rëndësi sunetit të tij, kurse ajo fare nuk ka të bëne me sunnetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ande Allahu xhaleshanu në Kur'an për këtë rast e thot: "Kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin." Thuaju, ai sjellni argumentet e juaja, dhe se jeni me të vërtet, nëse me të vërtet e flitni hakun dhe me të vërtet jeni duke bërë diçka që bazohet në Kur'an dhe në sunnetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahu të gjelle shanuhu, udhëzimi apo udhëzuesi më i mirë është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Veprat më të këqija të kota dhe të sherrit janë ata të cilat i shpikin njerëzit dhe me ta përpiqen që ta adhurojnë Allahun subhanahu wa ta'ala. Ata vepra në Islam konsiderohen risi apo bidate, ato tek Allahu nuk pranohen për ato që në humbje. E humbja qënë në zjarin e gjehennemit, Allah të gjithë dhe nga i në mbroft. Allahu gjellëshanuhu në librin e ti famëlar thot: "Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subul fatafarraqa bikum." Allahu gjellëshanuhu i urdhëron dhe i detiron besimtarët që ta ndjekin rrugën e tij subhanahu wa ta'ala. Dhe thot: "Wa anna hadha sirati mustaqima." Dhe kjo është pra rruga ime dhe e drejt. Sirat dhe çdo besimtar pa marrë parasysh është duke falë farz apo sinet, namaz vullnetar e kështu me radhë, e ka obligim që në çdo rekat kur qëndron kom të thote: "Ihdina siratal mustaqim." O Allah, edhe më tej, na drejto, na përmbaj në siratul mustaqim, në rrugën e drejtë. Fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subul. Allahu xhaleshanu thot: "Dhe ndjeknja këtë rrugë të drejtë dhe mos i ndjekni rrugicat që janë djajtas apo majtas." Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith tha: "Wa annahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan kathira fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة." Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe ai i cili do të jeton pas me do të sheh në këtë fe kundërshtime të mëdha. Prandaj përmbahuni sunetit tim, përmbahuni rrugës time, ndjeknja fen ashtu siç e kam ndjekur unë, dhe ndjeknja rrugën e khulefave ar-rashidin, prisave të ndershëm dhe të drejtë, siç ishte Abu Bekri, Omeri, Othmani, Aliu, edhe tjerë sahabi. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith thot:
ma btada'a qaumun bid'atan illa naza'a Allahu minhu illa naza'a Allahu anhum min as-sunnati mithlaha. Çdo herë kur një popull nxjerr ndonjë risi tjetër, shpik diçka në fe, vetëm se Allahu xhelle shanuhu largon diçka nga sunneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për arsye se nuk mundet te zemra e muslimanit të qëndron sunneti dhe bidati, nuk ka vend te zemra e muslimanit për këto të dy gjëra, për arsye se këto të dy gjëra kanë urejtje në mes veti. Prandaj dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e urejnte shumë bidatin, i urejnte edhe bidatçit. Në zemrën e muslimanit ka vend vetëm për sunnetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në zemrën e besimtarit ka vend vetëm për siratul mustaqim, për rrugën e drejtë. Prandaj, sikur edhe siç e ndëgjoni, shumë njerëz po festojnë dhe dikush e konsideron diçka të madhe natën për shembull e 27 të muajit të Rexhep dhe mendojnë se kjo është me të vërtetë që atë ditë ka ndodhur, edhe pse kjo është prej mendimeve më të dobta se udhëtimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nata Isra dhe Mi'raj ka ndodhur më 27 Rexhep. Kjo është prej mendimeve më të dobët. Kjo është prej mendimeve më të dobët. Prandaj, sikur të kishte qenë kjo me të vërtet fest islame, apo sikur të kishte qenë diçka e islamit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk do ta kishte haru këtë gjë, por do t'ja kujtonte shokëve të tij, do t'ua kujtonte sahabeve të tij. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Ma taraktu shay'an yuqarribukum ila Allah illa wa amartukum bihi." Çdo gjë që ju ka afruar me Allahun xhelle shanuhu, unë nuk e kam haruar, nuk e kam lanë mangët, por u kam treguar juve. Dhe askush prej njerëzve dhe prej besimtarve nuk ka qenë dhe nuk do të jetë më i kujdesshëm për natët e mira, për ibadet, për gjërat e bekuara dhe të bereqetshme se sa shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj një ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Kush prej juve sot ka vizituar një të sëmur?" Ebu Bekri tha: "Une." "Kush prej juve sot ka përcjell ndonjë xhenaze?" Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu tha: "Une." "Kush prej juve sot ka dhënë sadaka?" Ebu Bekri tha: "Une." "Kush prej juve sot është agjirushëm?" Ebu Bekri tha: "Une." Shiqo, të gjitha dirët e hajrit, shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë qenë aty pranë dhe kanë trokit. Por a kemë dëgjuar ndonjëherë se ato kanë festuar natën e Isras dhe Mi'rajit? Kur? Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sikur të kishte hajër në këtë gjë, në festimin, por sa i përket nata e Isras dhe Mi'rajit, është diçka shumë e madhe, është me të vërtetë diçka që kur muslimanët nuk do ta harrojnë dhe nuk duhet me e haru. Por sa i përket festës, ajo nuk bën pjesë të festat islame. Shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ato e kanë njohur mirë këtë fe, ato kanë qenë gjallë dhe prezent kur kjo fe është kompletuar, por ato gjëra të tilla nuk kanë festuar. Prandaj sikur kishte qenë me të vërtetë me festuar diçka e nevojshme, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do ta tregonte tamam data kur është momenti e kështu me radhë, por ai një gjë të tillë nuk tregoi. Prandaj thonte sallallahu alaihi wasallam: "Ahabbul a'mali ila Allahi adwamuha wa in qall." Veprat më të mira, më të dashura tek Allahu xhelle shanuhu janë ato vepra të cilat janë të vazhdueshme, nuk janë të ndërprera, edhe nëse janë pak. Prandaj ti e sheh, edhe për natën e Kadrit ka shumë mendime se kur është ajo. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam deshi me të vërtetë që tregon se kur është edhe nata e Kadrit, por ndodhi ajo që Allahu xhelle shanuhu e kishte shkruar në Lauhul Mahfuz, që edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ta haron kur është nata e Kadrit, që muslimanët mos shohin veç një natë me bo ibadet dhe ton muajin e Ramazanit ta harojnë, ta braktisin leximin e Kuranit, ta braktisin dhikrin, ti braktisin namazin vullnetar e kështu me radhë. Allahu kish mundësi t'ju tregon atyre se kur është nata e Kadrit apo kur është nata e Isras dhe Mi'rajit. Por shiqo, sa i përket disa ibadeteve që janë shumë të dashura tek Allahu xhelle shanu,
i ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sakt të agjirosh ditën e hanë dhe të entën është shumë mirë. Bëhet bilanci javor, lartëson veprat tek Allahu xhelle shanu. Pse këtu sakt tregoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kurse për natën e kadrit 100% nuk dihet se kur ajo. Për arsye se dita e hanë dhe e ente vin çdo javë, edhe besimtari muslimani duhet të jetë çdo javë musliman. Çdo javë duhet të adhuron Allahun xhelle shanu, por edhe çdo ditë, por edhe çdo moment, por edhe çdo sekundë. Por sa i përket disa ibadeteve vullnetar, të janë shumë të dashura tek Allahu xhelle shanu. Është ndoshta pak të agjirosh brenda javës, të agjinosh për shembull të hënën dhe të entën, por nëse është e vazhdueshme, është e dashur tek Allahu xhelle shanu. Habbul a'mali ila Allahi adwamuha wa in qall. Veprat më të dashura tek Allahu xhelle shanu janë ato vepra të cilat janë të vazhdueshme, edhe nëse janë pak, nuk janë të ndërprera. Prandaj muslimani duhet të adhuron Allahun xhelle shanu ashtu në atë mënyrë që e ka adhuru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj dikush e feston apo e ka festuar, e pastaj i takon të tjerët dhe thot, ti ja e festove natën e Israzit Mirajit, ti i thu vallah diçka ne nuk dim se s'ka vepru kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ai fillon me të konsideru ti që ja ti se don pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ti nuk i kushton rëndësi sunetit të tij, kurse ajo fare nuk ka të bëne me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj Allahu xhelle shanu në Kur'an për këtë rast e thot: "Kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin." Thuaju, na i sjellni argumentet e juja, dhe se jeni me të vërtet, nëse me të vërtet e flitni hakun dhe me të vërtet jeni duke bërë diçka që bazohet në Kur'an dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shumë njerëz që e festojnë këtë ditë, këtë natë, nuk e dinë se çka ka ndodhur këtë natë. Nuk e dinë. Ka udhëtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Allahu xhelle shanu tregon, thot qoftë i lavdëruar dhe patëmeta Allahu i cili e barti robin e tij brenda natës, brenda një pjesë të natës, prej Masjidul Haram ila al-Masjid al-Aqsa, prej në Kabe deri në Masjidul Aqsa në Palestinë, që ti tregojmë ati argumentet dhe faktet tona, thot Allahu xhelle shanu. E festojnë disa, knojnë e kështu me radhë dhe nuk e dinë se në atë natë është bo fars shtilla e kësaj fesë namazit. Piti namazit si kanë falë, por më lidhen ati me festu natën e Israzit Mirajit, thuaj e ke falë sabajnë, iq, thuaj dreken a e ke falë, nuk dëmë të ndëgjon, por kemi festot, kemi kandila e kështu me radhë, kursa i nuk e dinë se në atë natë është bo obligim i domosdoshëm 5 kohët e namazit, shtilla e kësaj fesë. Allahu xhelle shanu në Kur'an thot: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. E pastaj erdhi një generat që e braktisi namazin, nuk e fali namazin, edhe i ndjekën epshet dhe nefsin e tire dhe qefet e trupit të tire, e pastaj do të takohen dhe do të futen në xhehenem. Natën e Israzit e Mirajit është bo obligim falja e namazit 5 herë në ditë. I cili përgatitet të feston këtë, duhet të kujtohet se namazi është bo obligim i domosdoshëm këtë natë. Le ta pite veten e tij dhe të thot, si i ka punët me namaz, ki që përgatitet me festu, apo me auru të tjerve, diçka që për të s'ka dit as Ebu Bekri dhe Omeri. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u lodh dhe u turpru prej Allahu xhelle shanu se u bo obligim 50 kohë të namazit. Erdhi te Musau, i tha çka të obligoj Allahu, tha 50 kohë namaz. Oh, tha 50 janë shumë. Ktheu tha tek Allahu dhe lip që të t'i pakson. Unë kom qenë profet të Beni Israilit, por kom hek dhe kom hek, ma kanë shajt kokën, edhe pse ato kanë qenë fizikisht më të fortë se ummeti i, shko lip tek Allahu xhelle shanuhu paksim. Shkoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, lipi që Allahu ta pakson atë obligim, erdhi në 45, pastaj përsëri u kthei tek Musau, i tha Musau alayhis salam, Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, shko përsëri lip paksim tek Allahu xhelle shanu, përsëri 45 namaze shumë janë. Dhe kështu vazhdoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam,
vazhdoj dhe vazhdoj, derisa erdhën 5 kohë të namazit, dhe Musau a.s. i tha, tha 5 kohë, përsëri tha shkoli paksim nga Allahu Gjelleshanu, se ummeti jit nuk do t'i falë këto 5 kohë të namazit, do t'i lenë pas dore, lip paksim tek Allahu Gjelleshanu, dhe të t'i pakson këto 5 kohë të namazit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, hatta stahjejtu min rabbi, derisa u turprova nga Allahu Gjelleshanu, dhe i thash ma nuk shkoj, 5 kohë ma tepër nuk shkoj, dhe shkoj dhe një pa Allah, i tha o Muhammed, të jënë 5 dhe të jënë 5 tirë, 5 kohë e kanë vlerën sa 5 ditë namaze, po për cilën shkoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për cilën lipi paksim, a për veten e ti, a për mu dhe për ti, vallahi për mu dhe për ti, për veten e ti jo, se ton nata ati ka shku me ibadet dhe me namaz, ton jeta ati ka qenë gjihad muftë Allahu Gjelleshanu, a i ka bo ibadet pandal, derisa edhe kamët e tia në ajnë nga ibadeti, dhe i kanë thonë, për shka ki tonë ki ibadet, ti punën tonë dhe ki të pastër, fletushka të tuja jënë të bardha dhe plotë se vape, për shka po falesh, Allah ti ka falë tona gjinahet, tha, e fela e kunu abden shekura, pasi që Allahu Gjelleshanu ma pas ka bo këtë mirë, dhe mi ka falë të gjitha gjinahet, ato të kaluarët dhe gjinahet e ardhshme, atëhere, përse mos jenë falemenderues dhe Allahu subhanahu wa ta'ala, a i sallallahu alaihi wasallam, për ne ka shku u kalip paksim, e jo për vetin e ti. Se nëse i mbledh, toni njerëzit, gjinët, melekët, profetët, të dërguarit e Allahu Gjelleshanu, prej Ademin a.s. deri njerëzit e njeriun e fundit, dhe ti qesish në një anë, dhe tu apeshojsh imanin, besimin, devotshmërinë, tekuallahun, sinqeritetin e tyre, dhe sinqeritetin dhe imanin, besimin, devotshmërinë e pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam, do të peshonte më shumë imani, devotshmëria, sinqeriteti i pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam. Por ai përsëri shkoi tek Allahu Gjelleshanu dhe lipi paksim për ne. Por asi e do njerëz mendojnë se kjo fe është veç me kremtime dhe me festime. Dhe Allahu Gjelleshanu kujtohet dhe përkujtohet vetë kur janë do sezona apo kur janë do festa. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith thot, bejnë rrëgjuli, mes një njeriu, wa bejnë el kufri wa shirk terku salat, men terake salat e fekat kefer, mes një personit, mes një muslimanit, edhe mes shirkut dhe kufrit, është namazit. E la e namazin, nuk je musliman. Nëse nuk e falë namazin, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk je thot musliman. E në natën e Isra dhe Mi'rajit, është bo obligim falja e namazit. Në natën e Isra dhe Mi'rajit, Allahu Gjelleshanu e ngriti lart pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Të gjithë obligimet tjera erdhën në tokë. Të gjithë obligimet tjera erdhën duke qenë sallallahu alaihi wasallam tokë. Në tokë u bo obligim zekjati, në tokë u bo obligim agjirimi, në tokë u bo obligim haxhi, dhe me thonë duke qenë ai sallallahu alaihi wasallam në tokë. Kurse kur ishte çështja e namazit, për të bo farz dhe obligimit domosdoshëm, Allahu Gjelleshanu e ngriti Resulullahi sallallahu alaihi wasallam për mbi 7 katë qiell. Për mbi 7 katë qiell. Mes dunjas, mes kësaj bote, dhe katit parë të qiellit, një udhtim i gjatë prej 500 viteve me mjetin më të shpejt. E pastaj, mos mendo se si ti kalosh 500 vite e arrit e katin e parë, jo. A që ka derë, dhe ajo dera nuk i hapet çdo kujt. A trokiti Gjibrili? Trokiti. Tha kush je? Tha Gjibrili. Kush është me ti? Tha Muhamedi. Por atë tha jo më obligu me hap derën, jo për dikon tjetër. Edhe u hap dera. Le zhvillot kjo shkencë sa të dote, por melekët lartë nuk ja u qelin derët këtire me arrit dikun. Ajo hapet veç për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ja pra ngriti Allahu Gjelleshanu lartë, e pastaj vetëm në përmjet katit parë të qiellit përsërini udhtim prej 500 viteve. Pastaj prej katit parë, mes katit parë dhe të ditit, përsëri udhtim 500 vite.
dhe qëtu me radhë deri të katë të tjerë. Dhe ja pra Allahu Gjelleshanuhu në të gjitha aspektet e ngriti lartë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, deri sa i kaloi 7 katë qiell, dhe tha i ndëgjova edhe zërin e lapsave se si po shkruajnë dhe si po i regjistrojnë veprat e njerëzve. Ja pra, sa intelektual ka kjo botë. Njerëz me fakultete, me shkolla, i dërguari Allahut i cili nuk din të shkrim dhe lexim, ka arrit me një vend që kush as edhe Xhibrili nuk mundit me shku atje lart. Allahu Gjelleshanu e ngriti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe në tokë ai ishte më i ndershmi, por edhe në qiell ishte më i ndershmi, edhe më i ndershëm se melekët sallallahu alaihi wasallam. Prandaj në natën e Israzit Mirajit është bo obligim i domosdoshëm shtilla e kësaj fesë. As-salatu imadu d-din. Namazi është shtilla e kësaj fesë. Nëse e hek atë shtillë nuk mundet këtë fe me mbajt me asgjë tjetër. Nuk mundet këtë fe me mbajt me asgjë tjetër, përveç se me namaz. Prandaj e ke 5 herë në ditë dhe në kohë të caktuara u bë obligim në qiell dhe më lart dhe në Sidratil Muntaha për arsye se ti të lidh namazi me Allahun Gjelleshanuhu, i cili është mbi qiell dhe në lartësinë më të lartë, ku ne kur nuk mund të paramendojmë se sa është ajo lartësi. Allahu Gjelleshanuhu është mbi arsh, Ar-Rahmanu alal arshi istawa. Prandaj ti kur fal namazin, i lidh lidhjet, i forcon lidhjet me krijuesin tënd. Prandaj namazi u bë obligim në qiell se ti të lidh kur merr tekbir, e lidh me një herë atë lidhjen tënde me Allahun subhanahu wa ta'ala. Musa alayhis salam njëherë qau, dhe kur e piti Xhibrili, tha pse po kanë? Tha kom pas dëshirë që në xhenet t'jenë, apo banorët e xhenetit më shumë t'jenë nga ummeti im, por u informova se banorët e xhenetit dhe shumica e tyre do t'jenë nga ummeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Tha prandaj po kanë. Por Musau ja don hajrin gjithë njerëzve. Musau ja don hajrin gjithë njerëzve. Kish mundësi që Musau alayhis salam mos e këshillon e pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ze mos i thote atij fare lip paksim nga Allahu Gjelleshanu. Kish mundësi. Nuk do të thipte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam paksim nga Allahu Gjelleshanu, ummeti i tij do ta linte namazin edhe më shumë dhe do të ishin një numër i vogël prej banorëve të xhenetit. Por ja Musau ja don hajrin të gjithëve, edhe pse dëshiron që ummeti i tij të jetë shumica e banorëve të xhenetit, por ai ja dëshiron hajrin të gjithë njerëzve. Dhe i tha lip nga Allahu paksim se ummeti jot nuk mund t'i krijnë gjithë të obligimet. Musau alayhis salam kur qëndroi mbi anije dhe e pa Hudrin duke e shkatruar anije, tha çka po bën? Se po shkatron këtë anije. A do me hi ujë mbrejna dhe me u fundos po ato njerëzit që lundrojnë me këtë anije? Ai është profeti Allahu Gjelleshanu prej ulul azm, por u adon në hajrin të gjithë njerëzve, edhe pse dëshiron që ummeti i tij të jetë shumica e banorëve të xhenetit, por ai përsëri ja don hajrin edhe ummetit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Sot është me të vërtet 26 i muajit Rexhep, por nuk ka me të vërtet diçka të dhona në fe. Se tamam kur ka qenë data, mendimet e dietarëve rreth kësaj date kalon mbi 25 mendime dhe arrin 30 mendime. Edhe me gjithë se mendimi më i afërm, derisa ka thonë Muhammed ibn Hazm, që e ka nxjerr Imam Zuhri, dhe Urwa ibn Zubair, dhe Abu Said, dhe Muhammed ka thonë, për shembull Ibn Hazm, Muhammed ibn Hazm ka thonë se është konsenzuesi i dietarëve, mendimi i gjithë dietarëve është që nata e Isras dhe Mi'rajit kur ka qenë, thot ka qenë në muajin Rabiul Awwal. Kjo është mendimi më i fortë i dietarëve. Por megjithatë, çka duhet me bë? Nuk ka diçka për me festu.
por është diçka me mendu, është diçka me studiu, është diçka vetës tënde, punët, veprat e mira, me ja njehtë sa ke bo. Sa namaze unë nuk i kom falë sot, sa namaze më ka një javën e kaluar, përse unë e po e dhënoj namazin, pse unë nuk falë në kohë, pse unë nuk i fali sunnetet, jo me ti të mendja se me festu, e qka me bo, e kështu me radhë. Lusim Allahun Gjeleshanu që të gjithë dhe të na udhëzon në rrugë të drejtë, lusim Allahun Gjeleshanu që gjithë ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam e kthen dhe e rikthen në sunnetin e tij, në traditën profetike të tij sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah.